Një politikan i lartë kosovar dhe një serb ecën së bashku në qytetin e vjetër të Solothurnit për në hotelin e tyre pas darkës. Kështu e nis raportimin gazeta zvicerane Neue Zürcher Zeitung, sipas të cilit në këtë qytet janë zhvilluar takime konfidenciale në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, përkatësisht ndërmjet zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi dhe ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Đurić. Në planin publik në të dy anët dominojnë qëndrimet e ashpra, por në qytetin e vogël zviceran, përfaqësuesit e të dyja palëve flasin me njëri tjetrin aq familjarisht sa që kjo befasoj edhe ata që e njohin mirë konfliktin. Edhe pse e konfirmoi pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Bislimi në takimet e organizuara nga shteti zviceran, këshilltari i tij Klisman Kadiu mohoi takimin me Marko Đurićin. Procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është i gjerë dhe përfshin shumë aktorë ndërmjetësues, krahas BE-s ka edhe vende partnere emike të cilat organizojnë iniciativa të ndryshme për ndërmjetësim mes palëve. E tillë është edhe Zvicra që e bën këtë përmes Departamentit për Punë të Jashtme dhe organizon çdo vit takime me shoqëri civile, ekspert, politikan dhe qeveritar nga të dy shtetet. Kadiu ka thënë se Bislimi nuk e ka takuar kur Đurićin. Zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, një herë është krye negociator në këtë mandat, në procesin e dialogut nuk ka patur takime të fshehta, e aq më pak me Marko Đurić. Në njërin nga këto takime në Zvicër ka qenë i ftuar si folës edhe zëvendës kryeministri, por në atë takim nuk ka qenë pjesëmarrës Đurić. Pra, zëvendës kryeministri Bislimi nuk ka patur asnjë takim në Zvicër me Marko Đurić dhe kurrë nuk e ka takuar atë. Sipas gazetës, Zvicra organizon rregullisht bisedime të tilla midis palëve që janë në konflikt.